Miqtë e gazetës Infokus dhe televizionit Dugagjini. Edhe këtë javë do të trajtojmë temat aktuale, zhvillimet në vend, për ju vetëm ato që po i shohim për çdo ditë deklaratat të skenës politike. Do të flasim për sigurinë. Për çështjen e sigurisë kam kënaqësinë me pas të ftuar në këtë javë deputetën e Kuvendit të Kosovës, ekspertën, njohësen më të mirë të fushës së sigurisë, Besa Kabashin. Besa, faleminderit që erdhe në podcast. Faleminderit juve. Hera dytë, po kënaqësi me bashkëbisedu çdo herë me ju. Gjithashtu. Ditëve të fundit e kam pa që jeni ty e trajtu, ose po munoni me fut në diskursin ose debatin publik çështjen e sigurisë. Keni bënë një analizë jashtëzakonisht të mirë, demokracia në nësën, dezinformimi, zgjedhje e armja strategjike e Kosovës. Jemi të folë për të tema të cilat duket se organet të cilat ish dashme u marrë me ta, ose pushteti aktual, nëse nuk poj, ose që mund të thuhet edhe poj financan, nuk është që po shohmi diçka konkrete që po bëhet. Tregom sa përbën rrezik për një shoqëni edhe për një shtet si na, dezinformimi, çto narrativat e rreshme që kjo lufta hibride që po përdoret ose që e shohim gjithandej, jo vetëm nëpër rrjetet sociale, po nëpër media e nga njerëz me ndikim. Po fillimisht, është e rëndësishme me u trajtu kuptimi votës lirë. Dhe në situatën aktuale të sigurisë, edhe në situatën aktuale të shoqërisë tonë, nuk mjafton me thonë që vota po ushtrojmë të drejtën e votës lirë veç momentin që shkojmë, e plotësojmë zorfin edhe vendosim në kutinë e votimet. Okay. Vota e lirë ka të bëjë edhe me një proces kognitiv, ku ti ki qasje në informata reale të cilat ndihmojnë me gjyku drejt, cili është ai politik bërës që ti beson me punu për interesat e tua si qytetar, për të mirën tënde, për të mirën e vendit, për të mirën e interesit kombëtar, për të ardhmen e fëmijëve. Dhe nëse vota jote influencohet prej informatave të rreme, prej narrativave të rrem, atëherë është të mohu e drejta e votës së lirë. Okay. Do më thonë, akti fizik i votimit nuk mjafton më. Për më shku edhe një hap ma tutje, lufta hibride nuk është luftë, nuk fillon që atë moment që hynë tanket. Lufta hibride nuk fillon me tanke. Lufta hibride fillon me narrativa të rrem, të cilët kanë për qëllim me ta ndryshu perceptimin për realitetin brenda vendit, çka është e vërtet, çka jo, për historinë tënde, me të pru një pozicion ku ti jeton në frikë si qytetar dhe je leti manipulueshëm për shkak të frikës, ku je në gjendje me hek çdo ditë me hek dorë prej drejtave tua si qytetar që ti garanton demokracia, për shkak se tu ka imponuar ajo frikë, edhe lufta hibride natyrisht ndikon edhe fillon edhe me përqarjet që shkaktuan në shoqëri. Gjatë vitit 2016-2017, si scholar në Marshall Center, e kom pas studiu problemin e disintegrimit apo shpërbërjes së sigurisë shoqërore, dhe më thonë ndjenjes ku qytetarët fillojnë mos më undit sigurt, mos më undit që identiteti i tyre është i sigurt, përmes narrativave të rrem, përmes dezinformatave, dhe qysh ndikojnë, qysh përdoren metodat të tilla nga armiqtë e një vendi për me e shpërbo shtetin nga brenda jashtë. Edhe përkundër faktit që si ekspert kom po shumë flamujt këtë shumë sheja alarmuse fillestare, kom shpresu që situata nuk ka me degradu edhe nivelin rajonal, sepse atëherë s'ka qenë ende lufta hapur në Ukrainë, dhe këto metoda janë përdorur edhe në Ukrainë prej Rusisë, pandej edhe influenca atyre kish fillu me ushtri në Ballkan, edhe kom shpresu që përkundër shenjave paralajmëruese, unë dhe grupi i kolegëve të kësaj fushë që mi marrë me këtë temë, kemi me u dëshmu me të kundërtën, sepse natyrisht nuk ishte mirë në vendeve tona për cilave vishim. Fatkeqësisht, po ndodh pikërisht ajo. Ka fillu me vitet të tona me u influencu shoqënia përmes një arme të luftës hibride, e cila është dezinformimi, për me instalu narrativa
të cilat e bojnë shoqërinë jo stabile, të cilat e bojnë shoqërinë shumë të përqame, e bojnë shoqërinë një shoqëri që është çaq e polarizuar sa s'është në gjendje me pas konsensus nacional, shtetëror, kombëtar për asgjë. Na e dim shumë mirë që kur kemi qenë të unifikuar rreth kauzave kombëtare, cili ka qenë epilogu dhe kur s'kemi qenë të unifikuar. Për që nuk ka pas debat. Kjo është një strategji shumë e vjetër, po tash bëhet përmes metodave tjera, se përçoje sundo historikisht është përdorur. Mirë, po kjo po përdoret tash përmes metodave të cilat gjeneratat e prindve tonë kanë shumë vështirë me identifiku. Se gjenerata e prindve tonë e kanë ende në mendje nivelin e besimit që duhet me pas dikush që del në televizor, për shembull. Kështu që nëse i referohen një lojë, mi thonë e kom po në ekran, se pretendojnë që sikur janë mësuar me po, ka shumë filtra për me arrit me pas qasje të publiku, dhe dikush që ka qasje të publiku është kredibil. Gjeneratat e reja... Që sot shumicën e informata që i marrin nuk kalojnë ata filtra. Nuk i kalojnë filtrat fare. Gjeneratat e reja nuk janë preokupum me këto çështje fare, me çështjet e sigurisë, janë në vitet e hershme të fëmirisë ose të rinisë, dhe mu mëzën fakti që ata nuk jetojnë frikë. Janë më shumë të tërhequr nga këto që janë trendi e që janë zhvillime tjera. Po megjithatë, më shumë interesojnë çka po bëhet në Big Brother, ndoshta sa në pikërisht neve na bjen atëherë barra që me u siguru që i luftojmë këto elementet që po pretendojnë me shkatru shtetin tonë nga brenda jashtë, edhe me siguru të ardhmen e fëmijëve tonë dhe gjeneratave të reja. Madje, raporti i fundit i zyrës së drejtoreshës inteligjencës kombëtare, Office of Director of National Intelligence, zonjës Tulsi Gabbard, për ndryshe, që është ombrella e këtë institucioneve të sigurisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e bojnë një vlerësim, një assessment, një threat assessment që e publikojnë çdo vit, dhe assessment i këtij viti u publiku parafërsisht para 3 javë, 1 muaj, po ka shku shumë i pa fokusum dhe pa vëmendjen që o dosh na mja kushtu si shtet një raporti kaq të rëndësishëm. Çka konkretisht thot raporti për Kosovën, Mesa? Raporti fillimisht i kushton shumë vëmendje sfidave që Shtetet Bashkuara të Amerikës i i konsiderojnë si kërcënime për sigurinë e vet, mandej e trajtojnë secilat rajone në mënyrë të veçantë, edhe kontekstin e sigurisë në atë rajon, edhe çfarë kërcënime paraqesin karshi Shteteve Bashkuara të Amerikës. Mirë po, 2-3 gjëra du mi përmend që janë me rëndësi me i kuptu edhe me po çfarë implikime kanë edhe për Kosovën, është për shembull zhvillimet teknologjike, përdorimi i inteligjencës artificiale është sfidë e jashtëzakonshme, quantum computing apo kompjuterat quantum, të cilët kanë kapacitete të jashtëzakonshme që kompjuterat e zakonshme me kod binor 0 dhe 1 nuk e kanë pas, kështu që tash edhe për shërbimet sigurisë, kjo paraqet kërcënim, për shërbimet sigurisë të vendeve shumë më të zhvilluara se na, e lemo neve sa i përket mbrojtjes së informatës të sigurt, mbrojtjes së sigurt të informatave të brendshme që i ka shteti. Mandej janë edhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me garën ekonomike, çështjet që kanë të bëjnë me kapacitetet për sulme kibernetike, për shembull përmendet në këtë rast Irani, Kina, po sa i përket luftës hibride, pishtore në mban Rusia. Për shkak se është një prej vendeve që më shumë të e përdor këtë metodë për me shtri sferën e influencës nëpër vendet që i konsiderojnë si ish vende, sidomos vendet që i konsiderojnë ish vende të Rusisë, dhe natyrisht do në me shtru sferën e influencës edhe për te tyre në Evropë. Sidomos në Ballkan, madje Ballkani perëndimor edhe Kosova përmendet në raport. Sikur si vendet të cilat janë të cenueshme nga të breshtat të cenueshme dhe të cenueshme sidomos nga influencat e jashtme, influenca ruse në këtë rast, dhe lufta hibride. Kështu që nëse në raport kaq thelbësor, moti nuk kom lexuar raport më të drejt për drejt, më konkret se ky raport i fundit,
Dhe nëse në një raport të tillë ekskluzivisht përmendet Republika e Kosovës, ish Që dashur kini farë alarmi që te je Eksakt. pjesë e një rreziku të kësaj luftës. Eksakt. Ish Ruse dashur me për qenë alarm dezinformim për me- institucionet e Republikës Kosovës në përgjithësi, po sidomos për institucionet e sigurisë, që me ndërmarr masat e duhura për me i parandalu kërcënimet e tilla mju kanos Kosovës. Natyrisht, lufta hibride veç është ndodh, domethënë fatkeqësia e madhe është që lufta hibride është shumë vështirë me u vret me sy të lirë, sidomos për qytetarëve që nuk e kuptojnë esencë që është, mirë po institucionet e sigurisë nuk e kanë panjohur këtë koncept. Prandaj nuk është ideja më veç me parandalu, sepse te na veç po ndodhin incidente të luftës hibride. Na e po për shembull në aspektin e brendshëm alarmuese duhet me qenë. Mujna me ndasë që është unë e kuptoj, po ka njerë është për qytetarin e rëndëmt është pak e komplikune që kjo lufta hibride, dezinformimi, te kemi pa për shembull këta një kohë për një vjet e ka rre si u mundu me ngritë si alarm kundër shtetit dhe pushtetit e Albin Kurtit, vetë kryeministri Kurti. Si me thonë, luftën hibride, aje ka parapasu kur qytetarët ose këto grupe të njerëzve po e bojnë ndaj qeverisës tina, e që kjo është dëmshme për Kosovën. Nga ana tjetër, në nivelet e sigurisë, institucionet e sigurisë në Kosovë, po ose të shtetëve, këtë luftën hibride e parashohin si rrezik që ty të vjen prej jashtit. Ku ty ti të cenon aspektet e sigurisë, duke i keq informu edhe qytetarët. A mundesh me ndo qëta? Të më thonë, qytetari a duhet me pas si luftë hibride e dezinformim, e narrativa të rrejshme, këto që ka naj shumë i sot, e që na jena ty prodhu vetë, e që po përdorën edhe prej pushtetit, edhe prej partive politike në Kosovë, a duhet me pa që na jena të cenum prej një dezinformimi, një keq informimi qytetarëve, e një nxitje për konflikt të brendshëm prej Serbia dhe Rusie. A mundesh me mi ndoq të dy pjesë? A mos jena përzinë një kazan e nuk pedin mo as kujna jena të shërby njerëz e as cila është dezinformata, sa atë janë mis qëllimet e shtyne tendenca. Fillimisht, çdo element i luftës hibride konsiderohet armë. Okej. Nuk është armë fizike, po është armë. Kush është ty e përdorë që të armë aktualisht në Kosovë? Në luftën hibride ndaj Kosovës edhe ndaj mbar Ballkanit, Rusia nuk është sekret që ka zhvilluar me vitet e tona, edhe ka përmeshtri sferën e influencës. Sfidën që kemi në si vend është që përveç që kemi nevojë me ngrit kapacitet, është përgjegjësia ekskluzive e shërbimeve të inteligjencës së vendit, pikërisht sepse janë qelsi i parë parandalues për situata të kërcënimit të sigurisë kombëtare, ata nuk janë reagues janë organet e rendit. Domethënë suksesi gjithmonë thuhet që në inteligjencë vetëm të operacione që bën publike janë dështimet. Sukseset nuk janë publike. Pse? Se parandalohet një kërcënim. Dhe qytetari kur nuk e merr vesh çka ka pas më ndodh. Korrekt? Kështu që barra e madhe i bjen shërbimit inteligjencë me parandalu gjonat e tilla. Mirë po, mundet me qenë fushat dezinformuese, mundet me qenë fushat dezinformuese për një temë caktume, për historinë e Kosovës, për figurat udhëhecse të proceseve të rëndësishme në Kosovë, për institucionet e Kosovës, sepse dezinformata si armë e luftës hibride ka për qëllim njerëzve m'ia humbë besimin në komponentat më të rëndësishme të demokracisë. Se ideja me shkatru vendin. M'ia humbë qytetarëve besimin në institucionet vendit. Serbia, se kom përshtypjen që të zerën ndikim ka një Serbi Beogradit atje, e që dele dhe thot UÇK-ja u kon kriminale. Aty po du me dollë. Dhe më thonë një është që... Themo në realitetin në Kosovë, që me kuptu qytetari, kush është ty e bon që të propagandë. Ideja është që m'ia humbë besimin qytetarëve në institucionet vendit, mos mi besu vendit vetë, a mos me i besu mediave. Se nëse nuk i beson mediave, nëse nuk i beson institucioneve, ti met mshiren e dezinformuese. Po dhe këtu du të shtyjnë atë një pushtet aktual, i cili që një 5 vjet u shtankun media dhe i ka bë thirrje qytetarë mos mi besu media. Eksakt. Kështu që tash sfida që është në nivelin e brendshëm, është nëse qeveria e Republikës Kosovës, pa marrë parasysh kush është ajo, për momente kemi vetëvendosjen, korrekt? Po
me qenë se kemi vetë vendosjen në pushtet, e cila ka përdor metoda të dyshimta dhe dezinformim për më ardhur në pushtet, nëse tash është duke qeverisë vendin, dhe po e vren, tezojmë, don mu distancu, thot jo, nuk kam gjesh në dezinformim, nuk përdori unë mjete të luftës hibride në popullin tem, atëherë i ka dy opsione. Një, do të mu distancu politikisht, edhe mos me leju asnjë strukturë e vetëvendosjes me përdor metoda të dyshimta të asociume me luftë hibride për me arrit rezultat politik. Edhe dyta, duhet në fakt persona të tillë ose grupacionet ose organizatat me i përndjek me krejt forcën e ligjit, për shkak se i ka krejt institucion në dispozicion. Gjitha ato që po mundohet në fakt me i kontrollu. Është krejt e kundërta. As nuk është duke u distancu, as nuk është duke i përndjek, madje tendencat janë që edhe përmes vendimeve që po i merr, përmes presionet që po e bën, është të provu me i vendos nën kontroll të gjitha institucionet e vendit, institucionet shtetërore, të cilat në një demokraci nuk ishtë dash me u koncentru vetëm në durt e partisë fituese. Prandaj kemi demokraci se ideja është që me pas balans të fuqisë mes partisë që ka fitu edhe partive tjera opozitore. Kjo është për me majtë këto checks and balances, balanset të demokracisë korrekt. Dhe na po shohim që për shembull edhe mënyrat që i propozon projekt ligjet që do mi kalu, është një kulturë e adaptimit, se natyrisht kanë vota shumë ma shumë se opozita, dhe mujnë me kalu, dhe nëse na provoj me ndalu. Tendenca me kalu projekt ligjet të cilat me akte nënligjore, domethënë rregullore, tani ja japin të drejtën ekskluzive ekzekutivit apo qeverisë me bo bashkë çka dojnë. E tani kjo e qet një pozicion ku zhvlerësohet komplet roli kuvendit si institucion mbikëqyrës, edhe ja merr fuqinë e kuvendit për me marrë vendime të rëndësishme të cilat duhet mu ndërtu me konsensus. Bes, të që kja pjesë, kështu fajë dhe përgjithësi, keni edhe jo pjesa e opozitës, se faktivisht pëse ankoni në media, e pa bo asë një veprim konkret, që kjo nuk ju largon për përgjithësi. Jemi duke bo veprimin konkrete. Në pushtet. Edhe njerë për du më këthyte pjesa ma konkrete. A është qysh është e mundshme në midis sheshit me dalë, me të bon një qysh ke ekspozita e Shkëllëzen Gashit, i ki me 10 njerëz sot që shkrujnë zjetër e të merë për luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës edhe për njerëzve prisë dhe saj që po akuzohen në gjykata speciale, për çdo ditë, që ta e kanë një qëllim. Në konsumin e brendshëm, këta janë njerëz të frymës së pushtetit ose të lëvizjes vetëvendosje, edhe që kundërshtojnë, si themi, pjesën e opozitarëve ose të atyre që ata i quajnë regjimet të kalune, ndërsa fryma atyne është e njëjtë, është frymë e njëjtë e Serbisë, e cila me çdo kush don mi luftu dhe don mi portretizu si terrorista njerëz të cilët e kanë sjell lirinë e këtij vendi. Që tu nalmo. Edhe qëto tash e ki të financune për shtetit. Dhe mo qëto që shme ja u spjegu njerëzve. Sot i ki me qindra mira lajka e vlerësime, e komente, e shikime, i ka njerëz të cilët kanë marrin pare prej shtetit prej Republikës Kosovës, edhe bojnë propagandë tillë qëto. A përdem, për shta po thomë, që kënena e ki Sërbin dhe Rusin që të secili njeri e dinë, nuk e merë kërkush as ndërkombëtare, as vendor relevante se çka thojnë ata për Kosovën, për shkak se janë armiqtë tanë, edhe që ne e kini grup jashtëzakonisht madh njerëzve të cilët për çdo ditë e ndërtojnë që të narracion për vendin, për historinë tonë, për shtetin, për temelit e këtij vendi. Domethënë çto që është me trajtu në aspektin që një qytetar i rëndëm me kuptu, me thonë, dëgjom, çato që po i sheh dhe po i lexon për çdo ditë, e që e kanë qitë frymë, që të jenë dezinformim. Që kjo narracion, i cili ty pa vedije, që ndej të një mendimi joti, që ky vend nuk ka vlerë, nuk ka shtet, nuk ka krenari, nuk i me çka më mburr. Për shkak se që ta njerëz, me të cilët sot na krenohemi, këta kanë qenë do kriminal të 97, 98, 99. Që atje do varreza për të cilat na shkojnë rënqethet neve, edhe është histori, kujtesa e këtij vendi, e këtij populli, varrezat e familjes Jashari, Shkëllëzen Gashi po thot nuk janë kurrë ato, janë veç varreza.
Qëto qësh me artikulua, apo ngrit një zonin një najer, mi thot pakten, jo me paret e mija mu financu shta njerës. Po, dy gjona, mas pari na e kemi shty me mishë me shpirt, me kalu dhe kemi kalu rezolutën që i mbrun vlirat e luftës. Edhe kemi kërku që edhe më u kthy fondet të cilat jënë keq përdor në këtë rast për një ekspozitë të tillë. Mirë po, ekspozita në fjalë që është një makabritet kundrejt historisë kombit tonë, është vetëm një prej elementeve të cilat i kemi po, qytetari ka pas shumë letë kësaj radhe me po, që ka ndodh, sepse mediat jënë ndryshe, se miren me këto çështje krejt kohën, edhe në sektor të sigurisë miren me këto çështje, mirë po qytetari kësaj radhe e ka po një mënyrë shumë vizibile, çka do me thonë, dikush me sulmu historinë e kombit. Do me thonë, lufta hibride nuk është diçka tjetër. Lufta hibride është krijimi, që shtash përdorimi narrativave të rrem për me sulmu temelin e shtetit, kombit edhe historisë. Gjë që na ish dasht me mbrojt pa marrë parasysh kush është në qeveri. Jo vetëm me mbrojt historinë, edhe mënyra qysh kujtohet historia, qysh dokumentohet historia, po me mbrojt edhe njerëzit të cilët e kanë bjetu luftën, të cilët kanë luftu në luftë, e të cilët i shohim në vazhdimësi të leckosën rrugëve të kërku mos mi u tjetërsu historia, kontributi që e kanë dhonë, kërkojnë trajtim dinjitetshëm. Kjo është e turpshme që do më thonë 26 vjetë pas luftës, me i po veterant e ushtrisë lirimtare të Kosovës në një gjendje të tillë para kuvendit. Prandaj, po thëmë, pa marrë parasysh kush është në qeveri, po në këtë rast kemi të bëjmë me një qeveri që gjithçka kombëtare është të e trajtu në mënyrë shumë flagrante. Kosova duhet me pas një qasje shtetërore ndaj atyre që e kanë sjellë lirinë, edhe familjeve të tyre. Sepse është e vetmja mënyrë që një farë forme me komandu edhe respektin e shteteve tjera, nëse ti nuk e respekton historinë tonë, që shpret me të respektu të tjertë. Shikoni vendet e zhvillume që i trajtojnë luftëtarët e tyre, ushtarët e tyre, sektorin e sigurisë, veterantë, në mënyrë shumë dinjitoze, sepse e kanë mësu për gjatë historisë, nuk ka formë të tjetër për me kriju një shtet fuqishëm, po duhet me dhoni një shembull shumë konkret. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa marrë parasysh që është superfuqie, nuk mund mu krahasu për nga kapacitetet, po flas për vlerat që i promovojnë. Në ushtrinë amerikane ekziston koncepti no man left behind, nuk e lojnë as një ushtar prapa. Dhe në rastin e Iranit, kur u sulmu aeroplani edhe piloti shpëtoi edhe oficeri që menaxhon të sistemet e fluturakës mbet prapa kufinit në zonë të armikut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e qunë një flotë të tonë me luftarake, Mi-150, për me i rrezikun të gjitha për me shpëtu një oficer. Sepse dojnë me dërgu mesazhin që ti vdes për vendin, ti je gatshëm me vdek për vendin, po të krejt vendi është në gjendje me vdek për ty. Domethënë jeta e një Amerikani vlen mbi të gjitha. Edhe pyetën një prej stafit ushtarak që u involvu në operacion, qysh i keni rreziku kaq shumë luftarake, teknologjia kaq kushton, tha, me ndërtu një luftarake merr një vjet, me ndërtu një oficer nuk motet me kohë as me tolla, kështu që edhe na që jemi vend i vogël, përkundër që jemi vend i vogël, fuqia jo na mujë me qenë vend shumë i rëndësishëm edhe në rajon, nëse arrim pikë së pari mu organizu brenda që me adoptu vlera kombëtare, konsensuale, të cilat nuk kontestohen sa herë vjen dikush tjetër në qeveri. Domethënë duhet me pas vijat kuqe që nuk kalohen qoftë edhe për me arrit në pushtet. Dhe qeveria aktuale ka te kalu këto vija për shkak se ka tregu që është në gjendje me hek dorëzat, edhe me përdor metoda që përdoren edhe prej anëmishëve të vendit, për me mridej në pushtet edhe për me mbajt pushtetin. Këtu është problemi. Në kuvendin e Kosovës, që aty ku është dash me kanë zoni edhe përfaqësimi ke qytetarëve, një prej figura
herojve të gjallë kësaj toke, që emni tina, e historia tina, e familjes ti është e lavdishme pas familjes Jashari, Ramush Haradinajn ta kanë bo për 5 parë në Kuvendin e Republikës Kosovës. PDK-ja, LDK-ja, e kejtë njerës tjerë që aty nuk e unë po asë dhe një reagim të vetëm. Qysh na me mbrojt, mi mbrojt që të vlera, kur që aty jeni tonë ata deputet, që për mënimin tem, është absurde që nuk qohen edhe vetë ata televizis vendosje, kur ju lejani, ose s'dini me ngritë zonin, po kalkuloni në hesape politike, ditore edhe nuk qohni me reagu edhe me mbrojt një figurë tillë çfarë është Ramush Haradinaj. Kërsh bënë për çështjet brendshme, kërsh bënë për politikë, për koncepte politike, për qeverisi, për ato pranena. Po kur preken çto vlera, a vetëm është ka njëherë na përfaqësojmë qytetarët, po sidomos e aq më tepër ju PDK-ja që jeni ndoshta trashëgimia më e madhe e njerëzve që kanë bë luftën në këtë vend. Nuk pikë spari nuk kursehemi me mbrojt njëri tjetrin kur është fjala te vlerat kombëtare. Edhe kemi deputet nuk e kam një që ka dalë dhe ka dhënë një deklaratë vetëve. Qëre, duhemi me qenë shumë real. A ditë çka ka ndodhur është përtej fyses. Për shkak se kemi të bëjmë me figura. Të luftu një segment të demokracisë të veni, jetë ju sulmu media. Po, të kthehemi te argumenti. Do më thonë, nëse nuk sulmohet vetëm ish generali, zotëria Haradinaj, sulmohen edhe deputet e PDK-s, sulmohen edhe deputet e PDK-s që kanë pas kontribut edhe gjatë luftës. Po edhe deputet tjerë që kanë mujt me pas kontribut gjatë luftës. Unë e thash, është shumë e dhimbshme se krejt qasja ndaj historisë tonë është e gabueshme. Pse është e gabueshme? Është e gabueshme sepse e ka leju, e ka degradu edhe diskursin, vetëvendosja e ka degradu edhe diskursin politik, edhe diskursin që ndodh në kuvend, edhe vijat e kuqe që si shdasht me u kalu, karshi balancet midis fuqisë politike që do në me pas, apo fitores elektorale dhe interesit kombëtar. Në të kalumen kemi pas mos marrëveshje me disë partive politike, po kur është ardhur puna te interesi kombëtar, kemi arrit gjithmonë konsensus. Kjo ka ndryshu me vetëvendosjen, sepse vetëvendosja, unë thash, i ka hek dorzat, edhe po lun loj politike pa rregulla, tu e injoru faktin që disa metoda nëse përdoren për parë pushtet ato nuk mujnë me u çbo, krijojnë dëm të pariparueshëm në demokracitë vendet, krijojnë përqarje ndërkombëtare mes shqiptarëve, nuk kemi pa ndonjëherë përqarje kaq të madhe, domethënë niveli i gjuhës urrëties që përdoret prej njerëzve që janë votues të vetëvendosjes ndaj deputetëve, ndaj partive tjera politike është i papom edhe monitorohet edhe prej mediave edhe prej shoqërisë civile. Kështu që tash çështja është, kur ndodhen incidente të tilla, i kemi dy opsione. Edhe unë jam deputete, do të thënë jam deputete për herë të parë, edhe i ki dy opsione. Një, më ra nivelin e diskursit të tillë politik, ku tani qytetari nuk e sheh një politikan ndryshe më, sepse të gjithë ka argumentojnë me qatë gjuhë, ose me rreziku ndoshta edhe më u kritiku, po me provu me ringrit standardin e diskursit në kuvend. Kuvendi i Republikës Kosovës është institucioni më i lartë në demokracinë tonë, në shtetin tonë. Aty ish dasht me u diskutu për çështje konkrete që prekin interesin e qytetarëve në formë shumë intelektuale, shumë përgatitur, e jo me fymje me sharje. Çfarë demokracie flasëm kur e ki gjysmën e deputetëve të kuvendit të Kosovës që janë kar. Që si njihet zoni kur për asnjë temë, asnjë problematikë kësaj shoqënie, veç një mekanizëm me të cilët i jepet komanda e një mendimi atëherë kur është i përgatitur, i shkruar ose i artikuluar prej do zyre. Fatkeqësisht struktura vetëvendosjes dukshëm nga jashtë funksionon ashtu. Nuk ka demokraci të brendshme. Ndërsa sa i përket punës që një tjerë të bojmë, sidomos në PDK,
jemi të sfiduar për shkak të elementit votave. Nuk ka ndodhur, domethënë, ne kemi pas vetëm 2 ditë afat me kalu në për 700 faqe të buxhetit të propozuar me procedurë të përshpejtuar, i cili ka qenë veç buxhet s'ka qenë. Domethënë ka qenë aq makabër sa ka pas edhe paragrafa të kopjuar, të cilët as fontin s'kan rrim ja ndru, prej kudo që i kanë marrë. Tjetra është që ministrit që i kanë shtu s'kan qenë buxhetu me fora, apo kupton, e ka bëu dikon ministër, s'ka vizion, s'ka program, s'ka buxhet. Partia në pushtet e ka pranu qëtë nivel, sa këtë të tjera tash po duken bllokës. Se çto betejat e mëdha, për shkak do më kthyte me kisha dashur që më përmend edhe 2 gjona, për shembull, te buxheti unë kam propozuar amandamente të cilat i kishin vënë në buxhet edhe kishin kostimin për sigurime shëndetësore dhe jetësore për të gjithë personelin e sigurisë. Tu fillu prej FSK-s, policisë, AKI-s, zjarr fiksave dhe kostoja për me mbulu, ka qenë paramendu për afrimi i kostos, prap kemi pas veç 24 orë kohë për me i dërgu amandamentet ka të rëndësishme, ka qenë ma pak se 1/4 e 1% buxhetit shtetit. 1/4 e 1% buxhetit shtetit. Në këta sënë ty shtetit social, po pagu orë shtesë, angazhimit shtesë, që janë detyru këto kategori me shku me angazhu avokat për mindzit. Eksakt. Kështu që ka probleme shumë serioze sa i përket mënyrës mendësisë mas parit tyre. Çka konsiderojnë shtet, çka e konsiderojnë këmbë, qysh mbrohen interesat vitale shtetërore, cili është balanci midis interesit politik dhe interesit shtetëror. Kështu që na nuk pajtojmë fare për kur gjë, për shkak se na si opozit, s'poko PDK-ja, e kemi një balans dhe vija ku që është ku interesi kombëtar gjithmonë e te kalon interesin politik, e te kalon interesin partijak. Dhe këtu nuk ka kurfar pajtueshmëri me vetëvendosjen. Prandaj çdo gjë që na propozojmë, amandamente, pyetje parlamentare, ndryshime, çka do që tjetë, as nuk kalojnë në komision, as nuk kalojnë në kuvend, pa marrë parasysh që janë në të mirë qytetarëve. Dhe prandaj diskursi ishtë dashur mu zhvendos prej çështjeve populiste që ai vazhdon me promovu. Paramendoti 2-3 fjalime që i ka bo kryeministi, ka bo premtime të cilat kërkun s'janë të kostume. Nuk janë në buxhet shtetit fare. Ato janë njëjtat premtime pak a shumë që i ka bo para disa viteve, cilat si ka realizu, ka dojnë prap ka bo premtime, ato nuk kanë qenë të kostume fare. Ka thonë e bini, rishikimin e buxhetit sërish, se ka pru ende, ka fillu me punu edhe të gjitha tentativat aktualisht në kuvend i ka të orientume me i rishpërndo parat e taksa paguzve në gjona të pa planifikume, skema të pa planifikume, pa vizion, të cilat kanë për qëllim me bind qytetarin me votu prap vetëvendosje. Nëse kjo nuk është blerje votës, atëherë të masharon dikush çka është blerje votës, sepse ai t'i jep ty, domethënë ja merr toksa qytetarëve, edhe çdo mi ka bo sektorit ekonomisë, besoj qytetarët s'ka nevojë mi u tregu sa kushtojnë sot 1 kilogram i perimeve, mishit, qumshtit, vajt, sepse e din çdo ditë blej gjëra të tilla, sa kushtojnë, domethënë mbulimi i nevojave bazike për një familje, edhe sa kanë kushtu para 4-5 vjete, edhe çka ka ndodhur. Tash njëkohësisht, o ka t'i jep 50 euro këtu, 100 euro aty, po në fakt qatë shumë e ka dëmtu ekonominë, sa me qato 100 euro sot, s'mundesh me bo çka ki bo. Çka ki bo as me tima sociale që as me 50 para 5 viteve. Kështu që, domethënë, ideja është me zhvendos diskursin në kuvend tek çështjet që kanë të bëjnë me qytetarët, mirë po për shkak se ka dominon, ka shumicën parlamentare, është të provu krikuhen me majt diskursin të çështjet që janë populiste, po nuk kanë të bëjnë me nevojat reale të qytetarëve. Me ngritë zonin e me imponu debat në qëtë shoqëri, lëvizjave të ndosë, edhe kërë ka pas 6-7 deputet, nuk e ka bërë rëndësi sa i ka numrat në kuvend pushteti asaj kohe. Për shkak metodave. Të kisha sfidu, për shkak metodave. Se po du me këthytes pjesa e sigurisë, e s'po du me një politikisht. Qërë, këtë opozita, e keni gjetë një farë forme, na nuk bëmë me sigur këta.
Edhe kur ju thojna na, ju duhet me pas veprim, ju duhet me pas angazhim, ju duhet me demonstru përgjegjësinë e ju opozitare, për me bë shumë ma tepër nëse gjendja koka që ka që keq, koka stërkeq, që kjo Kosovë, që ka jeni të bëjë ju si parti opozitare. Nuk mundi mu justifiku numra, se nuk jeni që kënena 5 e që kënena 95. Po jënë aty 50-50. E dyta, kërkush nuk të ju thonë që shkarravet në aty e gjuni gaz dhe cjelës. Po a di që nuk jeni të mujt me imponu as edhe një agent t'jujen opozitare. Komplet, qërë së dështë seanca e kuvendit, si të shkanin kuvend, pavarësisht keq që tyne tema dhe shqetësime, prekupime qytetare, pe shëndetësisë, inflacionin, keq përdorimin e buxhetit në kuptimin të dhonë të ndo ndihma sociale. Këtë probleme tjera të qytetarëve, momenti kur jeni në kuvendin e Kosovës, këtë temën kam jau e determinon Albin Kurti, jo me këtë deputet, se ata vish po rrinë aty, sikur shikus, me 3-4 deputet aty. As një temë që të nëngritet. Pove, ka mënyra tjera, ka veprim politik, ka protest mrana që aty t'y najt, t'y bo zhurm, t'y morë do filikaqa, mi më shu, që shi më shajke Albin Kurti atëherë. Ka plët metoda. Njerëz të opozitës duhet m'jau kallëzu që ty në qytetarëve dhe duhet m'ju thonë juve. S'po ta adresoj juve personalisht, se mu po m'pëlqen që, si me thonë, gisht apo njihen, një 3-4, që për një me janë të lujt rolin opozitar, që shënë edhe janë të punun këtë drejtim. Pjesa dërmuese e tjerve, si dalin për kuvendit e Kosovës, bashkë paspore nuk e dhonë, që ka jenë qëto probleme, ikin edhe ngajna për biznesit tyne, e na për luksin që e kanë kriju në të kaluarën, për as era opozitar nuk i vjen. Dhe më hajna jena mësu edhe ngaj, keni la një farë, si me thonë, një farë obligime edhe përgjithësie media dhe gazetarëve. Le të ballafaqohen këta, ndërsa që kje pjesë. Mu po më pëlqen pra po du më këthy, s'po du me një ka qëto tema, po du më këthy të pjesa tjetër. Pse nuk, edhe të ti që tash në tavënin, pse nuk thuhet konkretisht, me tha po, qytetarët e Kosovës sa temët, debati, mas shumëti që e diskutojnë, a ka shpiuna që këve në vla? A mush që ke Kosovë e jonë, ma shumë me shpiuna që punojnë për interesat Sërbis, a ka ma shumë njerëz që pengritin zonin me mbrojt që të vlera tona, me mbrojt që demokraci, me mbrojt që të liri që e kemi sëtë. Po. A të financu Serbia, a na ka hi propaganda serbe dhe ruse në institucione, jo veç të qytetarët, ose a e në të financu njerëz taktu në Kosovë, që ndoshta marrin pare, ose edhe pa pare, i shërben agenda serbe dhe ruse, e njëkohësisht të marrë pare edhe prej buxhetit shtetit të Kosovës. Pse nuk, si me thonë qërë, vetëvendosja nuk ka hezitu me qujtë shpion Sërbis edhe një njeri që ju konë komandant i luftës. Ndërsa jo, qaq kur seni, kur fletni për Shkëtzen Gashin, e për njerëz tjerë që për çdo ditë, ose për atë Vudi Gjumshitin e për plot tjerë, thu që këta nuk janë ka guxojnë as me hynë në debat me ta. Tash, më falë se nështë e qova, po du me që në nivel tjetër. Shumë pika më rëndësi, unë i adresoj tash gjitha. Pikë spore sa i përket debatit, me këndo që është interesu me dojnë me debatu për shto tema, unë i mirë pres. Bili kom sfidu edhe institucionet e vendit, edhe Ministrin e Mbrojtjes, edhe kanë rifuzu, dhe më thënë, kur nuk kanë dojnë për debate. Mirë po, sa i përket metodës, viq shkur du me adresu, metodës funksionit të deputetit me kuvendin në krahasim me qytetarin. Vetëvendosja ka përdor një metodë që ka pas një mekanizëm mbrapa që ka përdor metoda jo etike. Minimumi që mujnë me thonë, maksimalisht mujnë me qenë metoda komplet elementet të luftës hibride, të e përshit dezinformimin, për me për gjatë viteve, spaku një 10 vite intenzivisht, ka kriju narrativa edhe e ka distancu qytetarin për institucionet të vendit. Ja ka thy besimin në institucione, në shtet, media, kur e ka izolu qytetarin prej shtyre elementeve që i kishë një balans, tani e ka morë me veti, me parulla populiste. Kupton që ka ndodhë. Na, si PDK, e di sigurt që nuk pranojmë me përdor metoda të njëjta. Tash, a është mira, a është keq, sa vjetë ka me na marë me rikthy besimin e qytetarëve në institucione,
në media, në profesionist fushës, në neve, ajo është diçka tjetër, është diskutim tjetër. Ekziston një vije kuqe që PDK-ja, nuk po flas për na jemi në opozitë më shumë, po unë flas veç për partinë cilën, okay? Nuk i përdorim. Tash relacioni jon në kuvend duhet me qenë profesional për shkak se na nuk e kemi një mekanizëm tjetër që ka mundohet mjau tjetërsu mënyrën të mendimit të qytetarëve. Na jemi të respektu mendimin e qytetarëve, edhe nëse ka shpreh gjuhë turrëties ndaj neve. Ju jeni të respektu mendimin e qytetarëve, shaminan elektorati lëvizjes vendosje. Po jo t'juj. Pe marr një shembull konkret. Unë flas i shërbej sektorit sigurisë shumë gjatë përpara se me qenë politik. Tash edhe që jam politik prap, i qëndroj shumë besnik e fushës sigurisë, mbrojtjes, inteligjencës, që ajo është fusha ku mendoj që mujmë kontribu shumë, edhe me ndihmu vendit tonë. Pa marrë parasysh, domethënë ideja është që me kriju një platformë e cila i shërben vendet, pa marrë parasysh cili mandat e morën cila parti, mundet me qenë jona, mas neve mundet me qenë dikush tjetër. Mirë po, gjatë fushatave sidomos, kom vrejt gjuhë jashtëzakonisht të ashpër gjuhë turrëties, që është drejtu kahon prej votuesve vetëvendosjes. I ki dy opsione, prap po them. Me ra prej qasoj gjuhe edhe mi kundërpërgjigj qasoj gjuhe. Edhe e dyta është me dhoni shembull qysh punon një lider i cili punon për interesin kombëtar, edhe që nesër me qenë një pozitë të rëndësishme ekzekutive, qoftë tash si deputet apo pozitë ekzekutive, unë prap duna me punu edhe për sigurinë e qytetarëve që në fakt më kanë shoh edhe kanë përdorur gjuhë turrëties ndaj meje. Që kjo është shembulli politikanit që unë mendoj ka nevojë Kosova. Kosova ka nevojë për një politikan që i thotë edhe atij që të shohën të kërcënon me jetë edhe për fëmijët e tu komu kujdesun. Sepse qashtu besoj, unë mendoj që shumica votuesve të VV-s eventualisht kanë me kuptu që jenë lajthit. Na duhet me i morë me veti, ka dalë ka doble, me kuptu që ti mundesh me pas... Qysh po rrinë lëvizja vetëvendosje, me i lajthit mbi 50% qytetarëve me propaganda e me, si me thon, me mashtrime, e jo nuk po më bindni me i bind me të vërtetë. Dy gjona, s'ka kursy kur far metoda, nuk ka vijat ku që çka është në gjendje me përdor. Po jo për më skurseni krejt metodat e mundshme për me shpërfaq të kundërtën e asajna që mundet me ka. Edhe e ka bo një punë të tillë gjatë kohës sa ka qenë në opozitë dhe s'ka pas të kalume në udhëtësi fare. 6 vjet për vitin e 7 në pushtet. Operacionet se lëvizja vetëvendosje edhe Albin Kurti hala është ju trajtu juve se jeni hala në pushtet. Ju hala pe trajtoni Albin Kurtin që ka bërë në opozitë. Në fakt jo, që ka ndodhë është që nëse ti bën operacione psikologjike në popull tanë, edhe i bin me mendu një formë, rikthimi në normalitet merr vite. Fakti që ajo është në pushtet nuk ndikon shumë shpejt që njerëzit me kuptu realitetin. Kam ju marrë njerëzve kohë me kuptu që premtimet që i ka bo asnjë s'është e vërtetë, që institucionet kanë degradu realisht, që jeta jonë është ma e rëndë, që Kosova në pozicion ma të pafavorshëm ndërkombëtar, e kështu me radhë. Domethënë, pak a shumë sa ka marrë kohë më ardhe që aty, për afërsisht çaq kohë merr që qytetarët me reflektu. Qytetarët, unë jam e bindur që veç kanë filluar me reflektu, edhe nuk po them që të gjithë duhet me ardh tash me votu një parti tjetër. Ideja është që na ju ndihmu me dhon shembuj të politikarëve, të cilët i ndihmojnë qytetarët me kuptu që veç pse mendojnë ndryshe, nuk duhet me urrejt një tjetrin, mujnë me votu për parti të ndryshme, por nuk duhet me ekzistu urrejtje ndërmjet shqiptarëve për shkak të afilimit politik. Dhe kur qatë ndarjet madhe, qatë përqarje që ka kriju vetëvendosja në shoqërinë tonë, arrim na me sanu, ka më na marrë kohë me sanu, sepse ka të bëjë me emocionet njerëzve, me mendësi. Kur arrim me sanu, atëherë është shumë vështirë me manipulu qytetarët. Po përderisa qytetarët janë shumë polarizuar, manipulimi është super i lehtë, sidomos në ditët e sotme ku kemi X opcione digjitale, rrjete sociale, dhe shumë vështirë me kontrollu. Po këto rrjete sociale, çto metoda i keni edhe ju ndur. Po barrën, sikur jo dezinformimin fal. Jo dezinformimin. Dezinformimin nuk e kemi. Çto mjete ka herë që po i akuzoni këta, me secilin prej njerëzve të opozitës, nuk thonë, këtë ju, këtë na, jena të thonë që në lëvizjen vetëvendosje ka një armat të njerëzve që bojnë propagandë, që janë grupe të organizume. Individ e ka bindjen e vet, kam rri me manipulu, është këtë interesant. Ju të tregu
edhe ki fakte, ishtë deputet Lëvizjes Vendosur që ka dalë kanë thonë janë është një ushtri atje e rrjeteve sociale e cila orkestron këtë propagandë në shoqëri. As një veprim konkret nuk u bën. Qëtu ka mujt një grup e deputetëve të opozitës me shku me lyp, me thonë po dojna hetim, po dojnë me shku dikush, me këshyrë që ka bën çdo. Se që kjo mundet me shku të qaja që është shqetësim dhe prekupim i joti çdo ditë. Dhe na nuk jemi ty e rrej. Na pedina adresën ku, na po thojmë ti shumë mirë, po bërë çdo ditë po munohesh me tregu sa është e rrezikshme edhe çfarë cenimi për sigurinë e qëti veni qytetarëve tonë, përbën që ke luftë hibride, që ke propagandë, qëto narrativa të cilat për çdo ditë po ju imponohen qytetarëve të Kosovës. Ama këtu borën e përgjithësisë... A që tu nuk është adresu kërkush problemi, me thonë që atje shkani? Borën e përgjithësisë, me gjithë respektin, po borën e përgjithësisë, në këtë rast, e ka AKI-ja dhe organet e rendit. AKI-ja mundet me stopu për para sa dhe me fillu, pa marrë parasysh burimi ku është. A keni lyp në erë për AKI-s? Unë tash jam komision për mbikëqyrje të AKI-s. Aktualisht, për mbikëqyrje. Nuk jam në ekzekutiv, duhet mi pranu elementet që i kam dispozicion për mi përdorë dhe elementet që nuk i kam dispozicion. Këto që i kam do t'i përdori. Në anën tjetër, unë përgjatë viteve kom ndjek me shumë pasion fushën sigurisë dhe kom publiku raporte. A ka bazë me lypetime për qatë zyre e cila bën linqim publik, ndaj këtë njerëzve që mund të shikoj, nëse ka dyshime, nëse publikohen... Shka dyshime, nuk ka dyshime, ka fakte për çdo ditë që i sheh. Nëse ka dyshime... Po e the, ma herët e thonë, më kanë sulmu. Në momentin kur im ka kritike, më kanë sulmu, si me thotë, të shkojnë në nivelet më të larta të ofendimit, të etiketimit. Qoftë edhe në momentin kur dikush e publikon një raport, ose një shkrim, që aludon se diçka është të ndodhë, zakonisht organet e rendit, edhe prokurori, duhet me shfrytzu informatat e tilla edhe me vetë iniciativë për me shërby vendet. Kështu që niveli i përgjithësisë në këtë rast është i shpërndom të institucionet relevante. A funksionojnë ato ajo është diçka tjetër, edhe ku i kanë sfidat. Po më mendoj që qeveria aktuale çdo ditë më shumë është tu pas tendencë me kontrollu gjitha sektoret në vend edhe me pas erozion në pavarësinë e institucioneve. Prandaj edhe është rreziku në fjalë. Ti përmend edhe rastin e spionazhës. Çdo vend ka spionazh. Çdo vend ka spionazh. Nuk ka vend që është imun prej spionazhës ose prej... Në çfarë niveli kena degraduna? Mirë po... Për masat e qësaj spionazhe në Kosovë? Mirë po, pikërisht vlerësimet e sigurisë çdo vjet që ndodhen, duhet me qenë materiali që në rastin tonë Agjencioni Kosovare i Inteligjencës e shfrytëzon për me kërku ngritje të kapaciteteve financiare dhe njerëzore për me u bë ballë. Nëse nuk mundesh me u bë ballë, mundesh me kërku financim, mundesh me kërku ngritje të kapaciteteve njerëzore për me u bë ballë kërcimeve të rrezikshme të tilla. Unë në fakt gjithmonë kum lobu që Kosova në pas rishikim çdo 4 vjet. Vendet e zhvilluara kanë rishikime periodike, ju ndihmon institucioneve mu koordinu. Për shembull, edhe raporti i sekretarit përgjithshëm të NATO-s ngriti çështjet të njëjta gati si raporti i inteligjencës amerikane për Kosovën, po natyrisht edhe struktura ushtarake si NATO o ka thënë që sektori i sigurisë nuk është më klasik që përbën veç ushtrinë edhe policinë edhe AKI-n, inteligjencën edhe ose zjarfiksat, po i përfshin infrastrukturën kritike, domethënë i përfshin shëndetësinë, po në pandemi, e përfshin arsimin, këtë targetet e buta për armisht, për grupe terroriste janë zakonisht vendet ku ka qarkullim shumë njerëzve, kështu që sektori privat, na po më luftën në Ukrainë, mos ka sektori privat të kollapsu shtetit, domethënë sektori privat i ndihmon shtetit, kështu që është shumë e rëndësishme që Kosova me pas rishikime periodike, na veç një kemi pas, për 2012 dhe 2014, dhe kemi lonë me qaq. Duhet me pas rishikime periodike që institucionet më koordinu me ditë kush çfarë roli ka në siguri, cilat janë kërcënimet. Bile, vlerësimi i sigurisë në kuadër të rishikimit duhet më bë publik, nuk është sekretaj. Shtetet Bashkuara të Amerikës po bojnë publik raportin. Edhe Kosova duhet me bë. Nivel të shtetit natyrisht. Njëkohësisht ajo ja mundson shtetit që mu koordinu edhe në aspektin e buxhetit, të planifikimit afatmesëm, edhe afat gjatë që me pas mundësi mi ndërtu kapacitetet që i nevojitë për mi buball kërcimeve dhe rreziqeve. Po halon një hap ma tutje, për shkak se nuk mjafton më çdo 4 vjet mi përditësu,
informatat, na duhet me pas kapacitetet digjitale, duhet me digitalizu sektorin e sigurisë që në kohë reale me i po varirimin e kërcënimeve dhe rreziqeve. Dhe na përderisa kemi nevojë për me zgjidh probleme të tilla që po i përmendi konkrete, kemi shumë çka me bë, na jemi në vorbullën e narrative të qeverisë, narrativave populiste të qeverisë. Pse? Për shkak se qytetarët ende nuk janë shkëput edhe nuk ka mjaft, domethënë natyrisht që kemi votu ston, ka qytetarë tjerë që na kanë bashkangjit me besimin që na kanë dhënë, mirë po ka nevojë më shumë reflektim të qytetarët për me konë gjendje me i konsideru edhe opcionet që japin partitë të cilat zakonisht nuk i votojnë. Për shkak se në kuvend roli i gjithë deputetëve, pa marrë parasysh cilës parti takojnë, është me shty çështje që janë në interes qytetarëve. Për shembull, po du mi përmend dy projekt ligje që janë tu sjellë tash në kuvend. Njëri është për sigurime shëndetësore. Projekt ligji për sigurime shëndetësore, domethënë ka probleme serioze brenda vetit. Në parim, natyrisht që gjithë dojmë me pas sigurim shëndetësor. Kërkush nuk është kundra asaj. Po projekt ligji nuk mjafton veç me u adaptu dhe me u lënë fijak, mos me pas kostim. S'ka kostim. Nuk e dim sa ka me kushtu, qysh ka mu shtre për gjatë periudhave implementuese, kush ka me bo. Tjetra, krejt komponentat e rëndësishme. Sa do t'jetë barra sigurimit të obligueshme shëndetësore? 7% total, 3% barë. 7% të ardhur. Po, do më thonë 3% e pagës është prej punëtorit, ndërsa punëdhënësi 3.5 gjithashtu. 3.5, është ndome. Mirë po ti jetu e ndërtu një projekt ligj që po të regon sa kemi marrë qytetarit, po tani nuk po e definon sa çfarë shërbime ka me pas. Nuk e definon. Ato e delegon me aktin nënligjore, listën e bonave, gjitha informatat me rëndësien i bojnë me aktin nënligjore. Çka i bjen kjo për me kuptu qytetari? Po çon projekt ligj me thonë kom marru diçka, kom bo diçka në kuvend, e votojnë gjithë, po ta merr të drejtën si kuvend ti në fakt me bo të zbatushëm qatë ligj, edhe ja jep këtë qatë fuqin. Ligjin do me bo për me obligu qytetarët. Po, ata ne fuqin për me shpenzu, ja jep komplet ekzekutivit, ministrit vetë. E njëjta vlen edhe me projekt ligjin. Kjo shumë e mirë, se bane kjo koordinohet me interesat e grupeve të biznesit. Çka dojnë me mbulu, çka s'dojnë me edhe pjesa tjetër për shembull edhe për trajtimi jashtë vendit. Janë 100 hallka për trajtimi jashtë vendit. Pacientat që duhet mu trajtu jashtë vendit, ata kanë nevojë për trajtim të përshpejtuar, për shkak gjendjes të rënduar, ata nuk kanë nevojë më kalu në për 1 milion hallka. Sa njeri des aty ty prit në listën e pritjes. E mos flasim që projekt ligji fare nuk ka trajtim të diferencuar për krejt personelin e sigurisë. Unë thash Shtetet e Bashkuara të Amerikës një flotë e qunë me shpëtu një individ, a na i kemi përafërsisht 16.500 nëse e marrim këtë personelin, ndoshta pak më shumë të e përfshi edhe institucionet korrektuese, po ushtria, FSK-ja, policia, OKI-ja, zjarfiksat, institucionet korrektuese, edhe paramendo të gjithë janë pike 5 nëse morëm në aspektin e trajtimit tyre, mungesës trajtimit të dinjitetshëm, mungesës sigurimeve shëndetësore dhe jetësore. Në FSK në fakt vish me rregullore është rregulluar kur i zbarkojmë jashtë vendit, por përndryshe nuk kanë sigurime shëndetësore jetësore. As policia, as domethënë problemi është që ky projekt ligj nuk e ka një nen që lejon s'pako hapësirë që ose me trajtu brenda këtij projekt ligji ose me një projekt ligj me një ligj të veçantë sigurimin shëndetësor dhe jetësor të tyre. Merri krejt vendet e zhvilluara, merri Gjermaninë, Anglinë, Amerikën, kanë trajtim ekskluziv të rregulluar me ligj për personelin e sigurisë. Na nuk kemi. Kjo është mundësia për me bo diçka. Unë do ta propozoj po unë sot domethënë do të ngris dy pyetje parlamentare, do të propozoj amandamentim. Rrini gati, shihni a kalon ajo. Nuk ka me kalu. Se gjithçka çka vjen për opozitës, edhe nëse është në favor qytetarëve, nuk e kalon. Tjetra, për shembull projekt ligji për energji, i cili besoj do të trajtohet ditëve në vijim, e trajton tregun e energjisë si treg normal. Ligji për infrastrukturë kritike të Republikës Kosovës, që ka për qëllim mbrojtjen e sigurisë kombëtare të vendit, të çka konsiderohet infrastrukturë. Sektori i energjisë është infrastrukturë kritike. Sigurisë, po. Edhe këto dy ligjes, ky ligj dhe ky projekt ligj janë të harmonizuar. Tash imagjino çfarë problemi serioz është, nuk guxon një sektor vital për sigurinë kombëtare mu trajtu si
çfarë do sektori tjetër. Si sektori i tregut ku blen e merr e shete. Ama që to ligje, projekt ligje, po kalojnë aty, po në debatin e vetëm, na jemi të po që një 2 muaj apo shkojmë zgjedhje apo shkojmë, edhe njëherë ke debati apo prishet vjosa me Albinin, e tash apo krijon parti të reja jo. Përbes, tendenca është me mendu që bota po sillet rreth Kosovës, po qytetarët duhet me kuptu që Kosova kur nuk ka qenë një dis më të brisht sigurisë. Na nuk jemi të usillas rreth problemeve reale të qytetarëve të Kosovës, jena të usill veç rreth Albin Kurtit dhe një grupi të vogël të njerëzve që në fakt që ato që ja u thash juve si opozit, që jeni, si me thonë, çdo herë bini në frymën edhe agjendat e çka dojnë ata me ngritë dhe me bo debat kësaj shoqënie, e tani këtë qytetarët me pas vëmendje. Që atje ndodh një tragjedi, që atje çdo ditë kanë probleme halle qytetarët me çat kostën e jetesës, me problemet në shëndetësi me ata. Ndërsa pjesë e debatit ose shqetësime që i imponohen qytetarëve që me bojën veç këto tema që janë keqësisht periferike. Këto as nuk e rregullojnë jetën e qytetarit, as miqçenjen, as shtetit, as nuk përfunojnë më mirë se si me thonë me thonë, në shumë në një betejë, ku krejt debatin edhe energjinë tonë, e diskutojnë rreth një teme se kanë për zgjedhën president për shkak se ka më na përfaqësuar jashtëzakonisht mirë, që kjo është kanë shumë e vlefshme. Po kjo debat tash rreth zgjedhjes deputetit është kush kujna po dën milion faj nëse shkohet zgjedhje, edhe kush pe bën një president partijak ose politik të cilin mundet me kontrollu për interesat tyre. T'jemi real. Nëse merr me këqyr spaku 2 palë zgjedhjet e fundit, Partia Demokratike e Kosovës është vetmja parti që pa dyshim e ka programin më të avancuar, mirë informuar, të kostum, se çka ka e kemi promovu në vazhdimsi, kemi qenë konsistent. Konsistenca me kohën e merr besimin e qytetarëve. Nuk ndodh shpejt, për shkak se konsistenca dhe temat profesionale nuk janë skandaloze mjaft që njerëzit më interesu shumë kur të shohin rrjetet sociale. Unë e kam provuar edhe në lëkurë timen, për shembull e ngres një çështje shumë të rëndësishme në sigurisë kombëtare. Ma shumë vëmendje merr një temë që është më skandaloze se sa diçka që ka të bëjë me sigurinë kombëtare. Për shkak se tendenca është që mu tërheq vëmendja njerëzore ka temat që janë më skandaloze. Që ky është realiteti në cilin operojmë. Fatkeqësisht, mirë po na jemi tu vazhdu me qenë konsistent. Kryetari unë, Zotri Homza, ka rifillu me pas takime personale në nivel qytetar për me riadresu, me përditsu informatat sa i përket sfidave me cilat po ballafaqohen, që tash janë halo ma tronda se që kanë qenë para disa mujve. Sa i përket zgjedhjeve, nuk është ideja me këqyr kush është fajtori, po ideja është me kuptu realitetin. Realiteti është që kemi një parti që ka marrë rezultat dhe përkroje absolute për qytetarëve, edhe ka refuzu me kriju institucione. Pse ka refuzu me kriju institucione? Sepse jemi demokraci, dhe në një demokraci që është tash në fillim të emisionit, gjithmonë ideja është me pas balans të fuqive, që mos me lon kërkush, mos me besu kërkuj 100%, se jemi qenë njerëzore, korrekt, por që ata ekziston demokracia. E kemi qeveri që donë me pas të gjitha pushtetet, të gjitha institucionet në kontroll, kjo vetëm demokracisë ndim nuk i bën. PDK-ja një farforme është tu funksionu si siguresa a fundit mos me lon që mi kop të gjitha institucionet me kapacitetin që e kemi që janë 22 vota në konvent. A do të me shku venin zgjedhje besë? Po mendoj që epilogun e a shkojmë zgjedhje ajo ka me definu kryeministri aktual. Po guzani me thonë dojna me shku zgjedhje, po ku ka opozit në botë që i tutët zgjedhje se na çmend për vetë. E di që kjo është qëndrimi plot media dhe asnjë nuk guxon me thonë, apo nëse shkojmë zgjedhje veç që shtot Albin Kurti. Jo, nuk është ashtu. Nëse shkojmë zgjedhje veç na qen Albin Kurti. Nuk është ashtu. Çfarë opozite jeni ju kështu valla? Jemi opozitë, jemi të gatshëm, kemi qenë para një vjeti, kemi qenë para disa muajve. Nesër jemi të gatshëm. Me thonë leje se ka marrë 50%, kjo të qeverisë mirë, ose që shtu për meritojnë qytetarët e Kosovës, ose le të qeverisë. Nuk duhet më thonë ato, para prandaj kemi rolin e opozitës. A di që ju dasht me kanë prej afatit që kaloj, afatit kushtetues që kaloj për zgjedhjen e presidentit të 30 para përfundimit të mandatit, ju dash me kanë fushat. Fushat dash me kanë. Qëre?
nuk guxon njëri opozitës me po shkojnë atë zgjedhje. Pse? Se na lën fojën tani Albini neve. Nuk është vendosja na lën fojën neve. Nuk është puna na me paragjyku kush në fakt kujt duhet m'ja lën fojën. Është Po pse frigoni me fojën? Jo sikur të kishim qenë ju po në thoni a peshini sikur na kishim qenë. Po, nuk po në Chopin, nuk do me zgjellni president, i ka kandidu dy njerëz politik, sikur na kishim qenë në qeveri, edhe kur kemi qenë në qeveri, kur ka qenë Partia Demokratike në qeveri, me shumë ma pak. A, duhet me shku venin zgjedhje me shumë ma pak, nëse nuk ka konsensus, duhet me shku në zgjedhje. Çka nëse nuk ka konsensus? Nëse s'ka konsensus, duhet me shku. Konsensusi që mundet me koshte? Po, na e kemi diskutu disa herë, që ato qëndrime kemi. Kryetari jonë ka propozu që na me i dërgu 2 kandidat, edhe prej 2 kandidatëve mu propozu njëri prej tyre për më Kurtin, me kejt këto që po i thoni për çdo ditë, me këtë këtë qeverisi, me alla mundësin edhe 4 vjetë me qeveris me vend. As nuk e lojmë na, as nuk e keni lojmë. Jo e keni ndorë. Absolutisht jo. Ndorë e ka qytetari, qërë duhet të pranun një realitet. Jo e keni ndorë. Nëse ju nuk ja bëni konsensusin me shku, me u zgjidh presidenti, veni shkon zgjedhje. Na kemi qenë 2 herë në zgjedhje. Edhe qytetarët për kundër... Ju s'keni shpresë që mundet më rrëzu pushteti i Kurtit? Jo, nuk ka të puna të bëj me shpresë. Qytetarët për një 4 vjetë nuk keni shpresë. Ju e keni levën dorë. Trikthehemi edhe një herë të diskutimin që patëm zërën. Që kjo është realiteti. S'ka filozofit më realiteti është që... Nëse ju nuk ja mundsoni venit, nuk ja mundsoni Albin Kurtit me zgjedh presidentin, atëherë ja shkurtoni mandatin edhe për 4 vjetë me qeverisë, veni shkon zgjedhje. Kthejt edhe njerë të qytetari tani të regon a o konë që ka që i papërgjeshëm ndaj 50 plus vota të qytetarëve të kësaj republike. Kaq. Nëse ju hala pe lutni, po thoni këshur se gjoje, hajde e bojna një kompromis, se gjojna një figur unifikuse për president, ma dje nuk përguzoni as me thonë që du të me ka politik, Albin Kurti ju kalzoj, tha nëse bëhet, ku me bo, Albin Glaukon ju ftër. Atëherë, nëse ju ja mundësoni shto, ja keni dha mundësin me qeverisë edhe 4 vjetë. Nuk mundi me thonë se valla këtë qeverisi, valla këshëri pasojat e këtij shteti. Nuk është që jemi ty ja dhona mundësin. Nuk kemi ty ja dhona mundësin. Sakt, ju jeni Jo, absolutisht. Unë mendoj që a shkon venin zgjedhje nëse nuk zgjedhet presidenti? Albin Kurti nuk i ka votat me bë presidentin. Shkon venin zgjedhje, por nuk e ka. Albin Kurti ju kallzoi juve që s'don asnjë marrëveshje me bë me juve, i kaloi edhe afatet kushtetuese, i kallzoi edhe Vjosa Osmanit atje që nuk e ka veç PDK opcion, që aty është çështja. Nuk varet veç PDK-s. Ai mundet me bo presidentin pa PDK-n. Qysh? Me opcione tjera që i ka me deputet të tjerë. Pas bëhat, si ka numrat. Mundet me mri numrat me të tjerë. Me lisën sërë Ka deputat mjaftueshëm në pjesën tjetër pa 22 të PDK-s. Ndërsa sa i përket zgjedhjeve, edhe njëherë, 2 herë, edhe që ka qenë befasia e pakëndshme për PDK-n, është për kundër performancës keqe të vetëvendosjes gjatë 2 mandateve që i ka pas dispozicion, për kundër përkeqësimit situatës ekonomike në vend, për kundër pozicionet disfavorshëm të Kosovës karshi arenës ndërkombëtare. Rritin e çmime u dash me synu jo me lyp zgjedhje me çuvani zgjedhje. Kosova qytetarët e Kosovës prap i kanë dhënë një shumicë vetëvendosjes. Lajrit bindën që ja dhoni shkon për 50%? Jo. A i ka tutni ato që... Jo, absolutisht jo. Mu i me shkuat për mi? Jo, na e dim shumë mirë që shka ndodhë rezultati 28 dhjetorit. E dim edhe pse ka dasht, pse ka shty edhe pse ka zhagit këtë viti për me më rritë 28 dhjetori. Gjitha i dim. Nuk është puna e frikës, puna është me qenë konsistent. Për shembull, shumë shpesh jemi kritikuar edhe për takimet që kemi bërë. Partia Demokratike, gjatë krejt historikut saj, 2 gjëra e ka thonë, nuk kemi vijat kuqe kur me parti shqiptare, edhe na jemi kontribus në proceset politike në vend. Fatkeqësisht, një ka lot një Albin Kurtin, po ai s'ka jo merr seriozisht. Jo, absolutisht, është krejt e kundërta. Realiteti është që Partia Demokratike dhe kryetari i Partisë Demokratike është pjesë e një procesi politik që të ndodhë në vend, po nuk është askush të e lutë vetëvendosjen për asë gjo, sidomos të e morë për asysh opinionin që e kemi, politike dhe profesional për performancën e ti. Kom respektet vlerësoj jashtëzakonisht shumë për pjesën e sigurisë, për ato që përfaqëson mas mirë dhe që e ki, si me thonë, nuk e ki agent politike. E ki ndjesi tonën personale,
që dënë me që përpara, dënë me kontribu shtetit edhe venit, ty trajtu temat e sigurisë që janë jetike për të ardhmen tonë. Për shta nuk po du me i ka qëto pjesë, ka qëto debatet tjera, Glena. Debatet, në fakt debati politik ka ndërlidhje dhe me sigurinë. Përbes jeni për keqardhje. Mënyra se qysh është t'ju të bo opozita në qëtë vend. LDK-s edhe PDK-s është për keqardhje. Që nuk ka kërkon gjoma një vend bot ku opozita e lut partin pushtet, aman mos na qenë zgjedhje. S'është e lut opozita partin pushtet. Jeni ty e lut, kejt këto. E adi për shka, dytën fjallë keni se mandej për na fajsën neve, nëse veni shka të zgjedhje, Albin Kurti për na fajsën neve ose lëvizjeve të ndose, që qumë venin zgjedhje, edhe qa ka të keq që ke bo. Opozita gjithkon bodën me që venin zgjedhje, edhe mas një mujve. Na folëm në fillim për narrativat, apo? Për narrativat e rrem. Këtë fillim të misionit, po du me pështirë. Po just për më rrini apet, po du me probleme just për më rrini narrativat e vërteta, mi që përpara, po dhoni, valla, Albin Kurti ka faj edhe vetëvendosja se nuk kemi nevojë me spekulu për punën e PDK-s edhe veprimet e PDK-s. Nuk ka kur far narrativit fshet, nuk ka kur far narrativit të rrem, pra pa qëndrimeve tona. Do më thonë, unë jam shumë i kujdesshëm. Kështu që nëse na shkojmë, kur njet nuk i meni, derisa nuk i bën, mi thone PDK-s. Unë e kom hallin me një opozit e cila është krye këput, ka ra në ndikimin e lëvizjeve vendose të Albin Kurtit, edhe nën frikën e tina, po më duket është ka jo shmend aja deklarata tina që ju kërcënoi këtë shuni se vish po më vjen se e lën venin pa po më vjen muj me rreziku demokracinë, se theke ju qenë zgjedhje apet e jetni pa asnjë deputet. Ai veç është të e rreziku demokracinë. Ambesim na pa deputet ajo kanë kallëzu rezultatet e rritja PDK-s gjatë viteve të fundit. Nëse morim si trajekturën përgjithësi, ka pas rritje. Ndërsa, sa i përket narrativës, po kthena prapë te fillimi i intervistës që e filluam sot, që na kemi dy zgjidhje si PDK. Ose më ju kundërpërgjigj narrativa e vetëvendosjes është faji kush qysh tek për mu diskutu, se faji kur diskutohet faji, je ka diskuton një të pa qenë se ka diskuton thelbin e problemit. Thelbi i problemit është kush e ka kap shtetin komplet. Edhe ka dënë me finalizu, me blindu kontrolën e shtetit, edhe me dëmtu në aspekt afat gjatë. Për menal qëto që du të më bo? Na s'duhet më ra narrativ të ti. Prandaj unë nuk flas faji, jo faji, na jemi pjesën e procesi. Po ç'është duhet më nalë që? Ai ndërmerr hapat politik vet, na i ndërmarrim tonë. Na kemi pas takim të Këshillit Drejtues për shembull të hanën, i qesim të gjitha opsionet politike në Këshill Drejtues. I drejtojmë, ç'a do i diskutojmë, çka do të vendos Këshilli Drejtues, i çojmë tutje. Jo, të lutem, nuk bën mi nënvlerësu organet që kemi në dispozicion si PDK. O shumë e rëndësishme që s'poku na si institucion me rujt demokracinë e brendshme edhe me reflektu leadership pak më ndryshe. Edhe si parti, edhe qysh qasemi ndaj kryeministrit aktual, na pëlqej, s'na pëlqej, po edhe qysh qasemi ndaj kuvendit. Kështu që edhe një herë po du me thonë, kime po në kuvend fjalime skandaloze, kime po fymje prej anës qeverisë për deputet, kime po shumë gjona të tilla. Kundërpërgjigjen time s'poku, në fushën time gjithmonë kime po në nivel profesional. Sepse menoj që është shumë e rëndësishme, sidomos që situatë ku jemi shtash, me dhonë një shembull të qytetarët, qysh një lider, qoftë i sektorit caktuar, qoftë deputet, qoftë kryetari i partisë, qysh duhet me qenë. Jo qysh është, qysh duhet me qenë. Edhe po shpresoj që muj me dhoni shembull të mirë në këtë aspekt. Natyrisht, ti do shembull shumë mirë, po jem pak njerëz në kuvendin e Kosovës që po na japin këtë shembull të mirë. Fatkeqësisht. Bes 5 marsi u dashur me ka më ndërtu frymë e fushatës në këtë vend, nëse një e keqe e madhe po na vika prej partisë e cila aktualisht është në pushtet. E këta keni në dorë ju, pjesa e opozitës, që tu u dashur me ka frymë zgjedhje prej 5 marsit. Qëto s'po guzeni me bo. Jemi të provu maksimalisht përmes gjitha mjetëve që i kemi në dispozicion. Maksimalisht, tu mos i kalu vijat e kuqe, cilat PDK-ja nuk pranoj me i kalu, pa morë parasysh kostën.
Besë, faleminderit. Faleminderit dhe juve. Ke ndoshta për te kështu skenareve dhe agjenda që i bojnë apo kënaqësi me Faleminderit shumë. po debatin. Faleminderit shumë, gjithmonë kënaqësi. Gjithmonë kënaqësi.